Jemi rikthyer dëgjues dashur të Radio Dugagjinit, apo ndryshe edhe dëgjues të emisionit Pasdita Sportive. Unë nuk jam veç vetë, si thash edhe para hyrjes së këtij edicioni, sepse këtu prezant kam një prej trajnerëve, i cili përveç që ka qenë trajner i kombëtarës së Kosovës në handball, po ashtu ka qenë trajner i një prej skuadrave, mund të them njërish gjigante. Bëhet fjalë për Bayern Munihun, por jo në futboll, as basketball, po në handball. Kështu që me mua prezant është Fadil Qiku. Trajner, mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta, përshëndetje, faleminderit për ftesë. Erdhe prej Gjermanisë direkt në studio të Radio Dugagjinit. Televizion këtu në Dugagjin vim me gjithë kënaqësi. Si hera më përpara dhe tani edhe pranova me gjithë kënaqësi ftesën. Është për ndirë të kem prezent edhe po du më ndalë pak si ka qenë përvoja me ekipin e Bayern Munihut, pavarësisht që ke qenë pjesë e tyre, po tash e ke shkëputur kontratën. Po, ka qenë një ndër eksperiencët më të mira në karrierën time 25 vjeçare që kam aktive. Ku marrë para 5 vitesh Bayernin, si theksove repartin e handballit. Është një gjigant që ju më kanë shumë i privilegjuar dhe jo mende i privilegjuar dhe shumë i lumtur që komponuar në atë gjigant. Edhe ku më arritur suksesi pas mbi 17 vite i nga pa kampione dhe në sezonin e dytë dhe kina mbetur në ligë dhe kina zhvilluar atë që shumë jam i kënaqur, ndër eksperiencët më të mira 25 vjeçare si trajner. Po çka nuk shkoj me pas, pse vendose me u largu pikërisht nga ky ekip? Kom pasur kontratën në fillim 3 vjeçare, pastaj pas sukses me 2 vjet. Me 2 vjet, po, edhe ata ne kom realizuar. Mirë po, trenerat janë gjithmonë kërkojnë diçka më shumë, sepse kur të arrish bash kampionet, ti mbajsh në ligë dhe tani ato suksese duhesh ta match vetëm që a mundit ti përsërish apo ti mbajsh, edhe varet si zhvillohen bisedat që bisedat zhvillohen gjithmonë 1 vjet përpara se të skaldoj kontrata, të vazhdohet apo të mbetesh aty, edhe me gjitha ato konsultimet edhe gjitha të parashikime për sezone tjera, erdhën edhe 2 oferta tjera që ishin edhe një ishte shumë lukrative, një ishte edhe shumë me perspektiv, edhe unë e kryta misionin aty në Bayern, që kam pas mundësi edhe të vazhdoj edhe një vite, mirë po e marrë një shembull të Jurgen Klopp, nga njëherë thot, ka limiti edhe ma shumë nuk mundësh të arrish, vetëm që ka mundet të humbësh. Edhe me ato konsultime biseda të erdhëm në ujdi që kontratat deri në fund sezonit kryhet edhe pastaj pe 34 të ndahen edhe ut. Me sa e di është edhe ekipe në bollit, po është edhe ekipet e tjera të sporteve të ndryshme, që quhen Bayern Munich janë të njëjtës umbrellë edhe me atë futbollit. Thoj se të njëjtën pronara, po? Po, kjo repartje e handballit është umbrellë është e Bayernit, si futbolli, basketi, edhe handballi. Mirë po basketi edhe futbolli ka janë futbolli mos flas me dio që është një ndër gigantet, është një edhe basketi po. Edhe basketi kohët e fundit, edhe prioritet të madh i kushtohet futbollit, pastaj basketbolli. Sepse në Republikën e Bavarisë aty ku jetojmë handballi nuk është aq i popularizuar sikur futbolli, basketi apo skijimi apo hokej mbi akull edhe ato. Duhet një kohë gjatë derisa të vinë, edhe kanë atë projekt, atë plan e kanë, mirë po duhet të ketë durim edhe ata shkojnë hap mas hap edhe momentalisht prioritete kanë futbollin e basketit edhe në handball. Mirë po, jo që kanë nananash, mirë po ato 2 prioritetet vijnë përpara, futbolli, basketi, pastaj vjen handballi, edhe është ombrellë është e Bayernit, është e familjes aty, është vetëm një Bayern edhe ashtu është. Të jesh trajner në Kosovë, mundesh me qenë pak më ndryshe, mundesh me marrë një ekip dhe ta ngritësh nivelin sa do në ti. Në fakt ti mendosh të ngritësh sa më shumë, por gradualisht e rrit nivelin. Por ti jesh në Gjermani trajner i një ekipi të handball, duke ditë që Gjermania është një prej ekipeve mos flas prej kombëtare më të mira të handballit. Plotësisht e saktë kanë qenë dhe sa është e vështirë. Shumë vështirë, duke ditë që je edhe me një nacionalitet krejtësisht tjetër. Plotësisht e saktë edhe pyetja shumë vet.
Ka qenë shumë vështirë në fillim. Unë edhe do deklarata pohime më përpara që kom thënë, unë kom punuar 2-3 herë më shumë se sa kolegët e mi, sepse nacionaliteti ndryshe, mirë po fati im ka qenë që jo me një shtet që sukseset edhe rezultatet vlerësohen. Edhe aty pastaj si huaj, kur kërkojnë, se ekipet kërkojnë trenera që kenë suksese, të formojnë ekipe, edhe kanë qenë që kum pas shumë, kanë shumë klube dhe kampion, po edhe kena pas mbetje në ligës, edhe kjo me Bayernin patar bas të rezultate suksese. Sepse atë projekt që mbas 17 vite është i ngriti një ligë më lartë, kanë provu shumë edhe kolegë tjerë, stratega tjerë, mirë po unë me punë kom arritur atë dhe nuk ka qenë lehtë kur në fillim, mirë po nuk ju kom dalë. Edhe si thash më përpara, kom punu 2 herë më shumë se ata, kom ndjek edhe seminare 3-4 herë më shumë se sa kolegët, vetëm të arrij të trokes një gjigant si që Bayerni edhe të merr ty si trener të jep një projekt 3+2, ajo ka qenë një ndër, si thash më para, eksperiencët edhe shumë i privilegjuar edhe jam krenar se jam një ndër trenerat e parë që ka litar që ka qenë si Gjerdani apo Dajko edhe tjerë, mirë po tjesh trener në gjigant, është si tash mëse i lumtë edhe ja kisha dëshiru çdo kolegut, çdo trenerit, po edhe çdo shqiptarit kish punu një herë në atë gjigant. A është pikërisht kjo që nuk duhet në vlerësuar punën që e bën edhe duhesh me punu vazhdimisht sepse diçka arrin në fund, gjithherë shpërblehesh, sepse te na nganjëherë këtu po flas vendin ku jetojmë ne, ki sportista të nivelit qofse e llogaritim me disa prej tyre, të cilët tashme vazhdimisht luajnë ekipet e tjera ndërkombëtare, por luajnë shkak të punës të madhe. Këtu ka potencial, por një pjesë e tyre demoralizohen nga ajo pjesa që thot nuk muj me arrit ato që du. Pra është aja vetëm puna, pak a shumë fati. Ma shumë duhet punë apo fat? Jo, unë thom puna. Kur je i koncentruar edhe punë, do t'i prishe, do të ketë edhe fat edhe do të ketë edhe në vendin e duhur. Unë këtu kur kom qenë edhe i kyqur në federat edhe në si të U18 edhe të Aja, unë kom pas shumë talenta, ju më kanë i mahnitës sa talenta ka këtu në Kosovë. Edhe mirë po kom pa edhe një përtaci të disa lejtarë, sepse nga njëherë ata mendojnë që po një kohë të shkurtë të arrin atje, mirë po të arrish atje, është një rrugë e gjatë, sepse unë e thonë përsëri edhe fjalën e Jurgen Klopp, thotë pa urxue nuk mundesh të ngritesh, mirë po edhe humbjet e bajnë kanë bërë si trener, përkundër që nuk është i dëshiruar. Do të thonë që nuk duhet me njëherë mendohet që të arrit diç, mirë po me punë arrihet. I kemi edhe shumë lejtarë në Evropë, si në futboll, si në basket, si në lami e tjerë, kanë punuar dhe kanë arritur. Mirë po nuk duhet shkënjen, edhe nga njëherë humbjet ne si trenera, unë si pranoj, mirë po humbjet më kanë bërë që jam të ky trener 25 vjeçar aktiv atje. E përmende pikërisht të Kosova, edhe të grupusha 18, edhe tek ekipi parë i seniorëve të kombëtarëve të Kosovës në handball ke qenë si trener. Përmende që ka potencial edhe ka pasur edhe potencial. A ka prej handballistëve që ti ka marrë këshillat tua, tash është në një nivel krejtësisht tjetër, edhe ka prej tyre që në bazë asaj që ke pati, që ka potencial, por si ka marrë këshillat tua dhe e kalon krejt sportin e handballit, ose vazhdon të luajë për luan në një ekip jo ku me ditë në një farë lloj nivelit. Si thash më përpara, kur pa ta kyç këtu pa ta mahni çfarë talenta kemi, dhe unë me atë disiplinën edhe punës që kom pasur në Gjermani, fillova me disa lejtar këtu, po edhe me kyçën në A, edhe i pash që ka do talenta shumë, edhe kanë qenë 3 lejtar të kombëtarës. Një është ende aktiv, 2 si tojmë ne sportistat ju më pensionu para kohën, mirë po këshillat e mia në fillim i kanë marrë pak shumë rëndë. Se unë i pa ta këshillu, edhe i pa ta thanë që ju duhet të punoni më shumë se ata lejtarë, të adaptoni, sepse është tjetër punë që punohet atje, tjetër punë këto. Mirë po tek i kumë thanë që mas 6 muaj një vjetin do të arrini atë ku do të vini. Edhe më kanë dëgjuar, në fillim ka qenë shumë vështirë t'i bindi, mirë po
Më vonë kur më kanë dëgju, një lunë tash është edhe para 2 ditësh ka qenë ndër kryesorit në lojën kundër Ishit Farore, portieri Haris Berisha, tash luan në Zvicër. Ai ka pas më vështirë, ka pas edhe Kreshnik Krasniqi dhe Florin Hoxha në fillim vitet e para, mirë po mas 2-3 vitesh luajnë tash në ekipet shumë më të mira, bas me fart me janë në perëndim. Jo vetëm që janë si sportista, po edhe kanë ndryshuar jetën, edhe ka qenë handbollistja nga Gostivari, që ka qenë ajo profesioniste më herët me ta kom pas masleti. Ajo ka qenë që, sepse ka qenë profesioniste dhe ka pa që ashtu duhet. Me idetë, me këshillat e mia kanë arritur, ka dhe disa lejtarë tjerë, disa kanë ngelën mbrapa, sepse nuk kanë dëgju, kanë mendoj që brenda 3 muaj, 6 muaj arrin, mirë po e kanë pa, kanë has tjetër punë, tjetër adaptimi është këtë tjetër. Jena për buh trajnere. Po, jemi edhe pak për ta se mendojmë po një kohë të shkurt që të arrijmë, merci kjo. Trajnerë po du ndaljen pak a shumë. Çka është të bo tash për tash trajneri? Me qenë se je ndalë nga ekipi pa emrin Nihut, ku do të mendon edhe të vazhdosh? Është pak si e fshirë, mirë po ne trajnerat jemi kur të kish suksese dhe rezultate, ki edhe shumë oferta. Pe 5 oferta tash vetëm 2 oferta i kom lanë, 3 i kom i refuzuar, është një në jashtë vendit, në Gjermani, një është aty në Gjermani, mirë po tash duhet, janë bisedimet e fundit, në atë ligën ku du tash më shkoj, janë edhe 3 javë ditë ndeshjet, nuk u përfundu atje ende sezona. Aty shkak edhe i familjes, lunë edhe një rol të madh, sepse mua me këto suksese familja ka qenë një ndër akutët kryesore që më kanë ndihmuar, dhe jam edhe aty në lunë një rol. Mirë po në aspektin profesional, ndoshta jashtë vendit do të jetë është një unizeqja e Çekisë. Edhe du ndalën pak si me në qenë se imi shumë pranë edhe mbylljes së intervistës, du të pyes në lidhje me Kosovën në handball. Me Ishujt Faro, një lojë cila u mbyll pjesën e parë me përsi, në pjesën e dytë pak nga ajo pjesa e përsis, ose pak nga shumë edhe presioni që na i vyn gjithçysh fitore, sepse ishte jetike për të qenë pse jo dhe pjesë e kualifikime për Evropian, dështuam, humbëm dhe thuaj se mbetëm jashtë Evropianit. Lojën e pash pata fat, lojën e pash live. Isha shumë i zhgënjur edhe isha shumë i mërzitur, sepse ajo lojë u desh këtë fitohet. Mirë po duhet janë shumë elemente që të arritë deri te ajo fitore, duhet edhe të punohet. Jo vetëm në aspektin taktik teknik, po edhe mental. Sepse na jemi Ballkanit, kemi emocione ndryshe, Ishit Farore, lujtën 60 minuta, konceptin njësoj, ne patëm ngritje, patëm lojën në dorë, mirë po disa gabime që i banëm që nuk duhet na ndodhin, u ban, edhe ajo është mungesë e punës mentale, taktike, sepse ata lejtarë tash nuk jemi sikur para disa vitesh. Lejtarët janë më shumë se profesionista. I kemi shumë lejtarë që luajnë liga shumë të mira. Edhe ky ekip, kjo gjenerat, unë e them në gjuhën popullore është gjenat që mos shkojnë në kampionat evropian. Unë kom thënë kjo gjenerat u dash para 2 vite, 3 shkojnë në kampionat evropian. Kina pas fatin, kina pas grupën e lehtë, kina pas kundërshtar që s'kan qenë më të mirë se ne, mirë po disa gjëra kanë ndiku, sikur si ndikoi loja kundër Ishit Farore, të kish lojën të udhëhesh me 2 golla, të kish publikun, të luesh para vendas, edhe mos ta fitosh atë lojë. Atë duhet të analizohet pse erdhi deri tek joja. Mirë po pesho pak një mangësi profesionale, një punë pak profesionale që nuk po analizohen, sepse ne gjitha lojë që i luajmë këtu mirë, kur shkojmë jashtë humi me 11-10 golla i humi. Do me thonë punohet pak aty se duhet trajneri. Nuk po thonë që trajnerat nuk e akuzoj gjykoj askund, sepse nuk unë përket se s'jom i kyqe më. Mirë po në këto raste duhet punohet më shumë, edhe në aspektin edhe mental, edhe taktik, që atë kundërshtar, sepse nuk ishte më i mirë se ne, u desh të fitojmë. E jo përsëri të thojmë, kem të fitu, kem afër, po do ta provojmë. Na shkoj koha me pjesëmarrje, sepse Federata e handbollit Kosovë, duhet ta theksojmë. Edhe handbolli ka përparu shumë ka shku. Mirë po nuk mjafton kjo, sepse kemi një gjenerat të artë. Kina shku me U18 në femrat. Si në meshkujt si femrat në kampionat botëror.
ata janë floria, ajo gjevahiri i handbollit Kosovë. Ma ata duhet punohet që mas 2-3 vitesh të arrin hajën. Sepse kemi dhe në gjeneratën e në përfaqësuesin ose kombëtarën këtu, që ata disa do të largohen. Mirë po, loja kundër Ishut Faron na tregoi që duhet të punohet me do eksperta më të mirë që ajo lojë kur njët, mendimi jem profesional, kur njët nuk u dash më humbë. Dukuj do t'i dhem, edhe adit i thash nuk u dash më humbë, dishta e marri mirë, po kritika duhet jenë pozitive, jo negative. Sepse loja kundër Ishut Faron fitojshëm, patëm edhe fatin që Holanda mujti Ukrainën, edhe të mos ta shfrytëzojmë atë rast. Tash nesër e kemi vetëm në aspektin teorik ose matematik, po ndodhi diçka për vendin e tretë. Po me fitor kundër Ishut Faron që u desh ta muajmë, mirë po përgatitja jo. Nesër do të ishim atë. Po, jo përgatitja e mirë e lejtarëve në aspektin taktik edhe mental ndikoj që të humbin ne. Edhe kjo është për keqardhje është. Si në aspektin profesional, jo personal, profesional për flasë. Trajner, shumë faleminderit që ishe pjesë e misionit të Pasdita Sportive. Unë të rej gjatat mira, shpresoj të shohim ekip të rej. Po, faleminderit edhe për ftesën, kënaqësi ishte, edhe mbranda disa ditë do jetë edhe oficiale ku do të vendosi, por si ta shohësh edhe pak familja në pyetje edhe do të vendosi ku për shtatë për gjitha. Kënaqësi ishte.